Fshati Jerm në bashkinë e Finikit shënon numrin më të ulët të emigrantëve të larguar drejt Greqisë prej vitit 1991, në krahasim me fshatat e tjerë të kësaj njësie vendore. Prej 450 banorëve të regjistruar në regjistrin themeltar të gjendjes civile, 90 janë me banim të përhershëm. Sipas këtyre të fundit, fshati historikisht vuan nga mungesa e ujit të pishëm. Madje, pas vitit 1990 të shkatruar rrjeti që çonte ujë të pishëm në çesmën e vetme të fshatit. Ne kemi problemin e ujit, që kur hapën në kufit. Më përpara si furnizoi? Prap nga çesmat që kishte nga natyra, po nuk kishte puse ato. Dhe se keni zgjedhur ju tani furnizimin me ujë? Tani vemi 2-3 kilometra dhe marrim ujë të pishëm vetëm, kurse të tjerat i kemi me sond, i kemi bërë. Në Ardasov? Në Ardasov. Keni ndërtuar puse në fshat? Kemi 60% e fshatit ka shpuar me sond dhe ka puse ujë për shërbimin personal. Çfarë ju kanë thënë për zgjedhjen e ujit? Na shpresojnë me shpresa. Na thonë se do mundohemi, po akoma presim. Jemi në pritje. Problemi kryesor i fshatit nuk ka rritur sjellsi, kemi patur para disa vitesh, por e shprishur me kohën e demokracisë, janë hequr gjithë rrjeti tubacion që ka qenë, dhe tani presim, sipas thënieve dhe deklarimeve që kanë bërë kryetari i bashkisë dhe shokët e tjerë që vijnë të partive të ndryshme gjatë fushatave, që do të interesohemi dhe... Ka pasur burim fshati? Jo në fshat, s'ka patur burim, ka qenë në Raul, një fshat. Nga burimi i Rahullës. Nga burimi i Rahullës. Andaj mirim ujë me usjellës, me tubacione. Sa i përket ndërtimit të puseve që kanë bërë banorët e fshatit, i shfrytëzojnë? Po thuajse 100% shfrytëzojnë, se janë njerëz që janë këtu, se gjitha shërbimet, qoftë për vaditje, qoftë për larje, ose për shërbimet e tjera, edhe për ndërtime, përdorin ujin që kanë. Për të pirë shkonin në Ardasov? Për të pirë, vemi në Ardasov, marrim. Çesma që keni poshtë nga e merr ujin? Është burim. Mirë po edhe ajo gjatë beharit, shtëron sepse nga janë puset e ndërtuara në fshat, edhe ajo shtëron. Sipas burimeve nga pushteti vendor, por edhe nga sektori i usjellës kanalizimeve të kësaj njësie vendore, po bëjnë të gjitha përpjekjet që Jerma dhe disa fshatet të tjerë të njësive administrative Aliko dhe Livadia të përfshihen në një investim të ri, duke u siguruar banorëve ujin e pishëm.